Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Falëndojmë Allahun subhanahu wa ta'ala, salavat dhe salamet qofshin mbi të dërguarin e tij, Muhammedin alayhi salatu wassalam, mbi familjen dhe shokët e tij. Qala al-imam al-Barbahari rahimahullah, wa'lam rahimakallah anna al-kalama fi ar-Rabb ta'ala muhdathun wa huwa بدعة وضلالة ولا يتكلم في الرب إلا بما وصف به نفسه عز وجل في القرآن ولا يتكلم في الرب إلا بما وصف به نفسه عز وجل في القرآن وما بين رسوله صلى الله عليه وسلم لأصحابه فهو جل ثناؤه واحد ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. Thot autori i librit Sharh as-Sunnah, Imam Barbahari, ndije Allahu të mëshiroft se nuk flitet për Allahun subhanahu wa ta'ala me biseda siç janë filozofët, siç bëjnë veprojnë ata, sepse të folurit në këtë rrugë tim, pra në këtë mënyrë të foljes, ajo është të shpikur, është bidat, është devijim, është humbje, dhe nuk flitet në këtë temë në raport me Zotin tënd apo për Allahun subhanahu wa ta'ala, përveç se ashtu siç e ka përshkruar Allahu në librin e tij në Kur'an, apo ashtu siç ja u ka përshkruar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam shokëve të tij, ashtu siç e përshkruan Allahu në Kur'an, lejse kemithlihi shay, askush nuk i përngjan atij, dhe ai është as-sami'u, gjithë dëgjuesi, al-basir, gjithë shikuesi. Thot shejhu në komentin e kësaj fjese, kalamu ahli al-bid'a fi asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi bit-ta'til wa at-tahrif min al-mu'attila wa bit-tashbih wa at-tamthil min al-mushabbiha kulluhu muhdathun wa bid'a wa dalal. Të gjitha ato sharimet që vijnë nga pasuesit e bidatit, siç janë ata të cilët i mohojnë cilësitë e Allahut, al-mu'attila, apo ata të cilët i përngjasojnë cilësitë e Allahut me cilësitë e krijesave që janë al-mushabbiha, të gjithë këta janë në një devijim, shpikje dhe në humbje. Bel kaffara as-salaf ru'us al-mu'attila kal-Ja'd ibn Dirham wal Jahm ibn Safwan wa amthalihim. Madje selefi kanë gjykuar se kokat e muattileve edhe xehmive, siç janë Ja'd ibn Dirham, janë pabesimtar, apo Jahm ibn Safwani. Dhe wa qutila al-Ja'd ibn Dirham alladhi fataha hadha al-bab min ajli qawlihi inna Allaha lam yattakhidh Ibrahima khalilan wa lam yukallim Musa taklima. Madje Ja'd ibn Dirham është ekzekutuar në ditën e Bajramit nga prisi i qytetit të Kufës, Khalid ibn Abdullah al-Qasri, një nga prisit e perandorisë emevite. Pra, kjo është një temë shumë e ndihshme. Autori na flet që për këtë temë nuk flitet përveç se me fjalën e Allahut dhe me fjalën e pejgamberit alayhis salatu wassalam. Është temë shumë e nxehtë, është temë shumë e rëndësishme. Flitet për cilësitë e Allahut, për emrat e Allahut subhanahu wa ta'ala. Dhe kemi dy fraksione të cilat kanë devijuar. Dhe këto dy fraksione janë al-mu'attila apo al-jahmiyya, edhe al-mushabbiha. Çka është për qëllim këto dy fraksione? Këto është për qëllim se këta al-mu'attila i kanë mohuar cilësitë e Allahut. Këta kanë thonë, thuash se Allahu dëgjon, i përngjason krijesës, sepse njeriu dëgjon. Thuash se Allahu sheh, i përngjason krijesës, sepse njeriu sheh. Apo kafshët. Dhe i kanë ikur nga kjo. Kanë thënë, ne nuk dim për çfarë bëhet fjalë, se Allahu dëgjon edhe Allahu sheh. Ndërsa el mushabbiha janë ata të cilët e përngjasojnë, thonë po,
vetëm si përngjason dëgjimi dhe shiqimi apo cilësitë krijesave. Dhe janë pra dy fraksione. Të dyja këto i shfuqizon ajeti. Lejse kemi thihi shej. Asgjë nuk i përngjason Allahut. Pra mohon bidatin e atyre që thonë Allahu i përngjason krijesave të tij. Dhe më njëherë Allahu e dokumenton dhe e qartëson se Allahu ka cilësi dhe thot es-semi, ai është i gjithë dëgjuesi. Wal basir, gjithë shikuesi. Dhe themelues e kësaj rruge të devijuar është Gjadi ibn Dirham. Gjadi ibn Dirham është i pari që ka shpikur këtë devijim. Thuhet që ka pas një bashkëbisedim me disa mushrik dhe i kanë futur dyshime. Si pe përngjason Allahun, si po bën këtë veprim kënda adhuron ti, edhe ai ka mbet i hutuar edhe ka pru këtë bidat. Gjad ibn Dirham. Dhe Banu Umayya janë perandoria me vite. Themeluesi i saj kush është? Muawiya radhiyallahu anhu. Një nga khalifet e muslimanëve është Abdul Malik ibn Marwan, pastaj ka ardhur Hisham ibn Abdul Malik. Në kohën e Hisham ibn Abdul Malik e ka caktuar përgjegjës, pra ka pas shumë udhëheqës në komandën e Hisham ibn Abdul Malikut. Dikon e ka caktuar Mekka, dikon Medinë, dikon Bagdad, dikon në Kufe ka caktuar Khalid ibn Abdullah al-Qasri. Ky ka qenë ehli sunne. Pra Banu Umayya kanë qenë ehli sunne, derisa ka ardhur periudha me vonë e Abbasid. Dhe Abbasid kanë qenë ehli sunne derisa ka ardhur një fitnë e madhe që ka ndodhur te Memuni dhe Mu'tasimi. Dhe kanë devijuar pikërisht nga Mu'tazilet, nga njerëz që kanë probleme dhe defekte të mëdha në sifatat e Allahut. Por çfarë ka thonë ky njeri? Ka fut dyshime. Ka thonë Allahu nuk i ka folur Musait. Inna Allaha lam yattakhidh Ibrahima khalilan wa lam yukallim Musa taklima. Çka do të thotë kjo? Që Allahu nuk flet. Allahu nuk flet. Nuk i ka folur Musait alayhis salam. E dini që dy pejgamberve Allahu ju ka folur direkt, i ka folur Muhamedit alayhis salam kur pa ndërmjetësim në disa momente, pa ndërmjetësim me melekut Xhibril dhe Musait alayhis salam. Pra i ka folur Allahu direkt. Prandaj wa lam yukallim Musa taklima. Çka thon ata? Thon kur i ka fol Allahu Musait në lugën në atfar në kodrën Turi Sina të shenjtë, i ka fol pema. Pra nuk i ka folur Allahu. Ai ka dëgju, e ka kriju, sikur Allahu që e krijon pemën, e krijon njeriu, e ka kriju zërin e njeriu, ashtu thon se e ka kriju edhe Kur'anin, të folurit e Allahut. Pra atë që e ka dëgju Musait nuk e ka dëgju Allahu, por ka dëgju fjalim që ka krijuar Allahu. Dhe pra pse? Sepse po i përngjason krijesës. Dhe Gjadi ibn Dirham e ka shpikur këtë bidat. Dhe khalifja ky, si më thon, udhëheqës i këtij qyteti të Kufës, në ditën e Bajramit ka zbrit nga minberi edhe ka thënë dhahu taqabbal Allahu dhahayakum. E bëni ju therin e kurbanit, Allahu ja u pranoft kurbanat e juaj. Fa inni mudahhin bi Gjadi ibn Dirham. Unë tani do ta bëj kurban Gjadi ibn Dirham. Për çfarë? Pastaj e ka qartësu, sepse ka thënë ai pretendon që Allahu se ka marrë për dashur Ibrahimin dhe nuk i ka folur Musait. Askush nga ehli suneti gjatë historisë nuk e ka çortuar këtë emir për këtë veprim. Madje e kanë pëlqyer dhe e përmendin për të mirë nga veprat e mira, sepse ka mbrojt fenë Allahut subhanahu wa ta'ala. Pra, luftimi njerëzve që bëjnë bidate apo që shpekin kufriate, sepse disa bidate, dini bidate ndahen bida al-kufrije, bida al-itiqadije, bida al-ndryshme, nisbije, idhafije, dëmon janë bidate ndryshme. Por kjo është bida kufrije. Kufr. Pra, shumë i rëndë. Prandaj, wakila taifetejni, të dy këto, më falni që mos harrojmë, Gjad ibn Dirham ka pas një nxënës, ka pas Jahm ibn Safwan.
Gjehmi ibn Safwani që ka ardhur prej Khurasanit, aty e ka fut, ka qenë zanci i Gjadit, edhe ka përhap këtë medheb. Dhe përhapja medhebit ti është quajt Gjehmije. Gjehmi ibn Safwan e Gjehmit janë kufar. Pra futen fraksionet 72 grupe, por këta janë kufar. Këta që i mohojnë cilësitë e Allahut. Wa kila at-ta'ifatayn ndërsa mushabbiha janë ata të cilët kanë ardhur prej atyre që përngjasojnë Allahun me krijesat, Muqatil ibn Sulejman al-Balkhi. Ky është prej atyre që ka përngjasuar Allahun me krijesat e tij. Wa kila at-ta'ifatayn mukhalifatan lin-nusus al-kitab was-sunnah wa ma kana alayhi as-sahabatu al-kiram wa man tabi'ahum bi ihsan wa minhum a'immat al-huda. To dy fraksione kanë qenë kundërshtim të plot me Kur'an, me sunna dhe me gjeneratat e para. Me gjeneratat e para, në vijën e parë me sahabët e pejgamberit alayhis salatu wassalam, dhe në vijim i ka përmend Sheikh Rabia Allah e irhamhu, i ka përmend a'immatul huda. Pra imamët e udhëzimit, siç janë Malik, Auza'i, Thawri, Layth, Ibn Sa'd, Hamadan, dy Hamadet, Ibn Zaid, Ibn Salama, Imam Shafi'i, Imam Ahmed ibn Hanbal, Bukhari, Muslim, wa uluf ahli sunna wal hadith fi mashariq al-ardh wa magharibiha. Dhe me mira imam të hadithit, dietar të hadithit që kanë pas këtë qëndrim të pastër në kundërshtim të plot me këtë rrugë të shëmtuar. Çfarë thot Sheikhu? Fa dhatuhu la tushbih dhawatul makhluqin. Qenja Allahut nuk përngjason me qenjen e krijesave të tij. Wa sifatuhu la tushbih sifat al-makhluqin. Cilësitë e tij nuk përngjasojnë me cilësitë e krijesave. Fa huwa al-aliyul kabir wa huwa as-sami' al-alim al-basir. Pastaj thot Sheikhu, wa huwa ala kulli shay'in qadir. Allah është i gjithditur për çdo send, i plotfuqishëm për çdo gjë. Ahata bi sam'ahu bi kulli al-masmu'at wa 'ilmuhu bi kulli al-ma'lumat wa basaruhu bi kulli al-mubsirat wa qudratuhu shamalat kulli al-makhluqat. Dija ti përfshin çdo dije, është mbi çdo dije. Dëgjimi i tij është mbi çdo dëgjim. Shiqimi i tij është mbi çdo shikim. Prandaj Allahu në pushtetin e tij është çdo gjë. Huwa Allah, pastaj përmend Sheikhi ajetet në surën Al-Hashr, huwa Allahu la ilaha illa hu alimul ghaibi wash-shahada huwa ar-rahmanur rahim huwa Allahu alladhi la ilaha illa hu huwa al-malikul quddus as-salamul mu'minul muhayminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yushrikun huwa Allahu al-khaliqul bari'ul musawwir lahu al-asma'ul husna yusabbihu lahu ma fi as-samawati wa huwa ma fi as-samawati wal ard wa huwa al-azizul hakim. Në këtë ajet i përshkruan Allahu përshkrime e përshkruan veten e tij, emrat e tij të bukur, dhe kuptimi i ajetit është Allahu është ai i cili veç të cilit nuk ka të adhuruar tjetër të merituar, por vetëm ai është që meriton adhurim. Ai është i gjithdituri, i çdo të fshehtë e të panjohur dhe i të shfaqurës. Ai është i gjithmëshirshmi, është mëshirploti. Allahu është ai që nuk ka të adhuruar tjetër përveç tij. Ai është mbizotruesi i shenjti, i gjithpërsosur pa asnjë tëmet, i gjithditur i sigurisë, gjithvëzhguesi mbi krijesat e tij, i gjithfuqishmi, me i urti i urdhëruesi pa përballueshëm, me i lartë i suprem, lavdi qoftë atij, i lartë është ai nga të gjitha ato çfarë veshin dhe i bashkojnë atij. Ai është Allahu, gjithkrijuesi, shpikësi i pashembull i çdo gjëje, formësuesi i gjithçkaje, të tij janë emrat më të bukur e më të lartë. Gjithçka është në qiell dhe në tokë lavdrojnë atë, dhe ai është i gjithfuqishmi me i urti gjithgjykues. Pra në këtë ajet madhështor e përshkruan Allahu subhanahu wa taala veten e tij me emra të bukur dhe me cilësitë e tij të përsosura, suratul Hashr. Pra kjo e shton njeriu, e shton imanin. Thot Sheikhu, wa lahu subhanahu sifatur rahma wal ridha wal ghadab wal ulu wal istiwa wal nuzul wal maji'u wa lahu subhanahu
al-asma'ul husna wa sifatul ulya wa annahu fa'alu lima yurid. Po ashtu Allahu ka cilësi siç është mëshira, ar-ridha, me qenë Allahu i kënaqur, kënaqësia, zemrimi, hidhrimi, lartësimi, ardhja, zbritja, pra megji, ardhja që do të vjen ditën e gjykimit. Pastaj thot: "Wa nu'minu bi kulli dhalik." Të gjitha këto ne i besojmë. "Wa annaha kulluha sifatun haqiqiyya kama yaliqu bi jalalihi wa kamali wa 'azamatihi." Ashtu siç përkojnë me madhështinë e Allahut. Pra gjitha këto cilësi ne i pohojmë, por tamam ashtu siç janë në përshtatshmëri me cilësinë e Allahut subhanahu wa taala. Thot qala Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah fi al-Fatawa al-Hamawiyya al-Kubra. Çfarë thot Sheikhu? Thumma al-qawlu ash-shamil fi jami' hadha al-bab. Fjalë përgjithshme që përfshin këtë temë, an yusafa Allahu bima wasafa bihi nafsuhu aw wasafa bihi rasuluhu. Pra duhet me cilësua Allahun, me përshkrua Allahun, me pohu cilësitë e Allahut, ashtu siç e ka përshkruar Allahu veten e tij në librin e tij, apo pejgamberi alayhi salatu wassalam, apo ma wasafa bihi as-sabiquna al-awwalun, ashtu siç e kanë përshkruar sahabët e pejgamberit alayhi salatu wassalam, la yutajawaz al-Quran wal hadith, pra të cilët nuk kanë as me milimetër nuk kanë dalë jashtë Kur'anit dhe hadithit. Po ashtu Imam Ahmedi rahimullah përmend, dhe këtu ka një diçka që përmend Sheikhi Rabia Allah yarhamu, thot: "Wa kullu wahid min farqi at-ta'til wa at-tamthil fa huwa jami'un bayna at-ta'til wa at-tamthil." Këto të dyja ngërthejnë në vetë devimin e njëra tjetrës. Mu'attilet, ata të cilët mohojnë cilësitë e Allahut, ata bien në grackën e bien devimin e përngjasimit. Sepse shtrohet pyetja, për çka i kanë mohuar ata cilësitë e Allahut? Mu'attilet, ehli at-ta'til wal jahmiyya. Për çfarë i kanë mohuar cilësitë e Allahut? Sepse ata kanë përngjasuar Allahun me krijesat e tij. Pra ata kanë thënë që nëse ne i pohojmë cilësitë e Allahut, nëse themi që Allahu dëgjon, sheh, ka fuqi, dhe ju japim kuptim, pra ne përngjasojmë me krijesat, kështu që po shpëtojmë nga ky devijim edhe. Por këta kanë ra në këtë devijim. Pra në fillim, këta që i mohojnë cilësitë e Allahut, këta kanë përngjasuar Allahun me krijesat e tij. Pastaj kanë mohuar cilësitë e Allahut. Për këtë arsye dhe shumë të tjera, nuk guxon muslimani me dalë jashtë Kuranit dhe Sunetit, sepse automatikisht edhe logjika e tij nuk përkon me logjikën e shëndosh. Nuk mund të ketë. Ka Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah thot taqdim an-naql qabla al-aql. Këto si shprehjen naql edhe aql. Naql është libri i Allahut, Kurani. Naql. Kurani dhe Suneti. Pra naql është për qëllim bartës. Çka na vjen. Ndërsa aql është logjika. Çka bojnë këta? Në raport me cilësitë e Allahut japin përparësi logjikës para argumentit. Japin përparësi logjikës para argumentit. Por ajo logjik asnjëherë nuk është më e logjikshme se logjika e Ahlus Sunetit. Absolutisht. Çdo herë Ahlus Sunet janë aqal an-nas, siç kanë qenë sahabët. Përmendëm sahabët kush kanë qenë adhka an-nasi wa afdal an-nasi wa ahfaz an-nasi wa aqal an-nas. Edhe më të logjikshmit. Njerëz që kanë pas logjikën më të thellë kanë qenë sahabët. Prandaj, në lidhje me këtë temë, Ibn al-Qayyim rahimahullah ka disa libra të fuqishme. Ijtima' Juyush al-Islamiyya ala ghazw al-Mu'attila wal-Jahmiyya. Mjafton titullin me dëgju, me përkthy bukfalisht i bjen bashkimi i ushtrive islame në luftimin e fraksionit të Mu'attila dhe Jahmive. Pra, Ijtima' Juyush al-Islamiyya, unifikimi i ushtrive islame, me hije dhe me luftu ata që janë Jahmije dhe që i mohojnë cilësitë e Allahut subhanahu wa taala.
Pra titulli mjafton që është i zjarrt edhe me pa xhelozin që e kanë dietarët për sifatet e Allahut subhanahu wa taala. Kjo është fe. Pra po i mohohet përshkrimi i Allahut që ka përshkruar veten e tij. Por ijtima gjyshul islamie nuk e ka për qëllimin këtu bashkimi i ushtrive, po ka për qëllim bashkimi i argumenteve, ushtrinë si ushtri. E ka për qëllimin ushtri këtu bashkimi i të gjitha argumenteve, nga Kurani, Suneti, fjalët e selefit, që i ka përmbledhur Sheikhul Ibnul Qayyim rahimahullah dhe i ka demantuar dhe i ka shkatruar dyshimet e xehmive. Po ashtu Imam Dhahabiu rahimahullah e ka një libër El-Ulu lil Ali al-Ghaffar. Lartësimi, El-Ulu, Allah është më i lartë, lil Ali për atë që është më i larti, El-Ghaffar, falësi. Po ashtu ta'arrada Ibnul Qayyim fi kitabihi, Ibnul Qayyim ka demantuar dhe ka shfuqizuar dyshimet e xehmive, edhe atyre që i mohojnë cilësitë e Allahut apo i ndryshojnë. E ka një libër që ka quajtur As-Sawaiq al-Mursala ala al-Jahmiyya wal-Mu'attila. As-Sawaiq di çka i bën? Rufet që ja dërgojmë ne, pra i dërgojmë një muri rrofesh xehmive edhe Mu'attila. Al-Jahmiyya wal-Mu'attila. Pastaj ولنضرب مثالا لبيان الحق të sjellim disa shembuj, 42 mënyra të argumentimit në Sawaiq al-Mursala. Ibnul Qayyim rahimahullah i shfuqizon dyshimet apo me 42 argumente të ndryshme, të llojeve të ndryshme të Kuranit, i argumenton Ibnul Qayyim duke i hedhur poshtë dyshimet e këtyre që i mohojnë cilësitë e Allahut subhanahu wa taala. Në lidhje me cilësitë e Allahut, për ta kuptuar mirë këtë mesele, edhe për ditur, duhet i dini 4 kushte. Pra, është shumë e rëndësishme. Këto dhe me i shënu, me i majtë mend, me i përsërit. Në raport me cilësitë e Allahut, ehli suneti, pra si rregull, së pari e mësojmë si definicion. Cili është definicioni? Ne e cilësojmë Allahun ashtu si që ka cilësuar Allahu veten e tij në librin e tij apo pejgamberi alayhis salam sunetin e tij. Pa edhe i përmendim 4 çështje. Min ghairi ta'til, pa ja u mohuar kuptimin. Kjo është e para. Pa e pohojmë cilësinë e Allahut, pa ja u mohu kuptimin. Pra es-Semi, el-Basir, el-Khaliq, Razzaq, e keni qartë. Çka do të thonë pa mohuar kuptimin? Ta'til është ata të cilët thonë na nuk dim çka është për qëllim dëgjim edhe shiqim, nuk e dim. Kjo është ta'til. Mja u mohu xehmit, këta janë kufar. Min ghairi ta'tilin wa min ghairi tahrif. Tahrif është me thonë dhe duke mos janë ndryshu kuptimin. Dhe këta mbesin musliman. Pse? Sepse thonë fytyra Allahut, wajhullah, është për qëllim e thawab, shpërblimi. Yedullah, dora Allahut në Kur'an thonë është për qëllim fuqia Allahut. Zbritja Allahut në qiellin e fundit të dunjas thonë zbresin me lajket. Pra këta nuk janë si të parë, këta ja ndryshojnë kuptimin. Tahrif, yuharrifuna al-kalima an mawadhi'ihi. Allahu kur flet për jahudit çfarë thot? Yuharrifuna al-kalima, ata ndryshojnë el-kelime, fjalën nga teksti, konteksti, nga vendi i duhur. Me përkthy bukfalisht, por qëllimi është ata ja devijojnë, domethënë devijojnë fjalën e Allahut. E kanë fshehur për pejgamberin alayhis salam, për rejmin, për kështu më radh. Kështu kanë vepruar jahudit me librin e Allahut subhanahu wa taala. E kanë ndryshuar. Pra kjo është e para. E cilësojmë Allahun në cilësinë ashtu si ka cilësuar Allahu veten e tij në Kur'an apo Sunet e pejgamberit alayhis salam, min ghairi ta'til, pa ja u mohu kuptimin ni. E dyta, min ghairi tahrif, pa ja u ndryshu kuptimin. Dhe e treta, min ghairi takyif, kayf, si kayf halak, çush je në gjuhën arabe përdoret? Kayf halak, pra kayf, kësaj është. Kayf, si. Si janë cilësitë e Allahut? Si o fuqia Allahut, si është zbritja Allahut, si ndodh me zbritja Allahut në qiellin e fundit të dunjas. Kanë pyet sahabët kështu?
Nuk kanë pyet sahabët. A kanë pyet sahabët? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur e kanë dëgjuar që Allahu zbret në qiellin e fundit të dunjas çdo natë. A kanë thonë kejf? Nuk kanë thonë. A kanë vepruar këtë veprim sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam? Kush ka ndodhur kohën Imam Malikit në xhami kanë thonë kejf istiwa, kejf istiwa. Si ka qëndruar, si qëndron Allahu mbi arsh? Si është lartësuar Allahu mbi arsh? Imam Maliki rahimullah. Pra shumë do të ishte e lehtë mi thonë kjo është pyetje e gabuar dhe ne nuk e dim. Kejf el meçhul. Shumë thjesht e ka pas, por së pari ka reaguar me trupin e tij. Është skuq fytyra. Kanë filluar djerset. Dhe sepse kalun gjenerata, koha e Abu Bekrit, Omerit, Othmanit, Abdullah ibn Omeri, sahabet, pastaj erdhën tabiinët, Imam Hasan al-Basri, këta dietarë të mëdhej. Dhe po vjen një njeri për pyet një diçka që s'kan pyet selefi. Pra s'kan pyet si janë cilësitë e Allahut. Edhe çfarë i ka thonë atij? El-istiwa ma'lum. Lartësimi i Allahut mbi arsh është i ditur. Wal kayf majhul. Si cilësia e Allahut është, kjo është majhul. Pra ne nga njëherë nuk i dim cilësitë e njerëzve. Nuk mund t'i perceptojmë dijen e një njeriu. Nuk mund ta përkufizojmë sa ka dijen, sa ka fuqinë. Dhe po thelloshin cilësitë e Allahut. Wal imanu bi wajib. Me besu atë është wajib. Was-su'alu anhu bid'ah. Me pyet si kjo është bid'ah. Por nuk ka mjaftuar më kaq. Pra, është skuqur fytyra, i është përgjigjur dhe e ka qartësuar dhe i ka treguar se pyetjen e ke bëu gabim dhe ka thonë akhriju min el-masjid. Largoni prej xhamisë. Pra, largimi prej xhamisë jo çdo herë. Por rrethana që ka qenë, pra nëse ka unitet e ehlusunetit, ka bashkim, vjen një njeri fut fitnën mes muslimanëve, atëherë është nga urdhrimin të mirë dhe ndalimin nga e keqja, siç ka Omer radiallahu anhu, që ka ardhur një njeri edhe ka pyet çka është për qëllim wan naziati gharq, ka fut dyshime në jetë. Ka marr i shtag Omeri, ka marr një shkop edhe ka kërkuar me dënu. Pra derisa i ka thonë mu kanë hek krejt dyshimet. Pra, evitimi dyshime mes muslimanëve është shumë i rrezikshëm, është shumë i rëndësishëm. Dhe kjo është nga iri tekife, treta ishte. Ta'til, mohim, pa ta'til, duke mos ja mohuar kuptimin. Tahrif, duke mos ja ndryshuar kuptimin. Tekif, duke mos pyetur si. Dhe min ghairi tamthil. Dhe mos e përngjasuar me krijesat. Tashbih edhe tamthil pothuajse në esencë është një. Disa dietarë qartësojnë, por që të mos e ngatrojmë ne, mos jetë rënd për me u thellun atë. Pra pa e përngjasuar. Lejse kemi thishej. Pa askush nuk është si Allahu subhanahu wa ta'ala. ولنضرب مثالا لبيان الحق الذي عليه أهل السنة بالحجج والبراهين التي تقطع دابر أهل الضلال وشبهاتهم وترهاتهم. Ja disa prej argumenteve që Allahu subhanahu wa ta'ala është i lartësuar mbi arshin e tij. Pra, kjo është një prej temave që pasuesit e dyshimeve hedhin dyshime dhe thonë që Allahu është në çdo vend. Apo lejse lehu me kanë, nuk ka Allahu vend larg asaj. Në ajetet të ndryshme, në surën Yunus, në surën Furqan, surën As-Sajda, Allahu subhanahu wa ta'ala në surët të ndryshme e ka qartësuar që është i lartësuar mbi arsh. Inna rabbakumullahu alladhi khalaqa as-samawati wal arda fi 6 ayyam. Me të vërtetë Zoti juaj Allahu është ai që ka krijuar qiejt dhe tokën brenda 6 ditëve. Thumma istawa 'ala al-'arsh, pastaj është lartësuar mbi arsh. Istawa 'ala al-'arsh. Pasues të bidatit istiwan janë ndryshojnë kuptimin, e bojnë tahrif. Edhe thonë është isti'la. Esharit, Maturidit, Jahmit, fraksionet të ndryshme
e ndryshojnë këtë pjesë, edhe në vend të fjalës, në vend të kuptimit, istiwa, pra që Allah është lartësim, thonë që është për qëllim zotrim. Allahu subhanahu wa taala, pra në shumë sure, ka thënë, pastaj në ajetin tjetër, Allahu thot, Allahu alladhi rafa'a as-samawati bighayri 'amadin tarawnaha. Allah ka lartësuar qiejt pa shtylla dhe ju e shihni atë. Thumma istawa 'ala al-'arsh, pastaj është lartësuar mbi arsh. Po ashtu Allahu thon surën As-Sajda, kjo është në Furqan që përmend. Thumma istawa 'ala al-'arshi, pastaj është lartësuar mbi arsh. Pastaj po ashtu Allahu thon surën Taha, Ar-Rahmanu 'ala al-'arshi istawa, Allahu i gjithëmëshirshëm është lartësuar mbi arsh. Ma herët e përmendëm logjikën. Me çfarë thojnë ata? Isti'la, që është lartësuar mbi arsh. Istawa thojnë ka për qëllim zotrim. Dhe kur ka krijuar Allahu qiejt dhe tokën, e ka sunduar arshin. Edhe me logjik është krejtësisht për të habitur. Se edhe logjika e kundërshton këtu. Pra ne nuk e kemi referencë në sifatet Allahut logjikën. Por me që ata me logjik e argumentojnë këta dhe japin përparësi, pastaj mundohen gjuhën arabe me thonë që është për qëllim bizotrim kjo, mirë po gjuha arabe është e qartë. Për këta Allahu ka thonë e kemi zbrit Kur'anin në gjuhën pastër dhe është e qartë. E thënë kjo ka qartësimet që bojnë ehli suneti është se gjuha arabe është e qartë. Duhet t'i kuptojmë cilësitë që është për qëllim gjuhën arabe, jo me ndryshu kuptimin. Çfarë thonë ata? Allahu e ka kriju tokën dhe qiejt, pastaj e ka mbisundu arshin, e ka zotru arshin. Dhe pyetja logjike është, arshi ka qenë i krijuar më herët. Arshi ka qenë i krijuar para tokës dhe qiejve. Tani me që ju po thuni që e ka zotru arshin apo mbisundu arshin, a nuk pas ka qenë i zotruar arshi më herët para krijimit tokës dhe qiejve? A nuk pas ka qenë arshi i krijuar në zotrimin e Allahut? Sigurisht se arshi ka qenë i zotruar nga Allahu, edhe para krijimit tokës dhe qiejve. Pra nuk përkon as me logjik. Apo si thon, dora e Allahut në Kur'an është për qëllim fuqi. Ç'a ti bëjmë në ajetit kur Allahu përmend që dy durët e Allahut. A dy fuqi pas ka Allahu? Pra nuk ke logjika e shëndosh është me ju bind fjalës Allahut edhe sunetit pejgamberit alayhi salatu wassalam. Pastaj shejhi e argumenton me një ajet tjetër, Sheikh Rabi Allah yarhamuhu, a amintu man fi as-samaa an yakhsifa bikum al-ardha fa idha hiya tamur. Apo japni vetes siguri nga ndëshkimi i Allahut që është mbi qiell. Fi bjen në. Fi as-samaa me përkthy bukfalisht në qiell. Mirë po, a keni pa kur thu jam fil ard në tokë? Ku je tani? Fil ard, në tokë jam. A jemi në tokë apo mi tokë? Pra edhe kjo lidhës apo pjesës fi, pra në qiell, nuk është për qëllim që Allah është në qiell, pa Allah është mbi qiell. Pra, sikur me thonë në tokë, ne jemi në tokë tani, fil ard. Po nuk jemi në tokë, po jemi mi tokë. E amintum men fi sama, pra ai që është mbi qiell. E yakhsifa bikum al-ard, që apo jepni vetë siguri nga Allahu që është mbi qiell, që të mos jau yakhsifa bikum al-ardha, që t'ju përpi ju toka. Khasf i bën me përpi, me gëldit, shafitje tokës, me ju shkatru. Amintu men fi sama. Pra si me pranu kur shumë argumente flasin që ajo çka është lart është në qiell, ndërsa ajo çka është urt është në tokë. Dhe shumë argumente përmenden që feja'alu mal asfalina përmenden argumente që gjëja e ulët e sufla është për qëllim tokë. Si me përshkrua Allahun që është poshtë, larg asaj. Prandaj, yakulun Allah fi kulli makan. Thon Allahu është çdo vend. Wala yastahiyun. Dhe nuk turprohen.
wa jarrahum hadha ila al-qawl bi wahdati al-wujud. Kjo i ka shtyë që më shku edhe në fjalë edhe matron që çdo sa është Allah. فالقول بأنه في كل مكان معناه أنه حال في كل مكان مخلوقات تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فهم يزعمون أنهم ينزهون الله فوقعوا والعياذ بالله في شر العقائد وأخبثها. Ata pretendojnë që e kanë pastruar Allahun nga përgjasimi, duke se këta çfarë dyshimi kanë. Thonë se themi që Allahu është i lartësuar mbi arsh, ne i përgjasojmë krijesës. Edhe kanë shpif për Ibn Taymi, një nga shpifjet është kur thonë që ne themi që është ul në arsh Allahu. Allah na ruaj. Askush nga ahli suneti nuk thot që Allah është i lartësuar mbi arsh. Apo si shpifin për Ibn Taymi ka zbrit nga hybja dhe ka thonë kështu zbret Allah. Këto janë shpifje. Këto janë shpifje. Dhe mbanë mend, mësë shumëti, jo mësë shumëti, po vetëm pasues të bidatit shpifin. Pasues të sunetit nuk shpifin. Nuk bojnë padrejtësi. Prandaj, qali l'imam as-Sabuni rahimahullah, aqidat as-salaf ashab al-hadith, ka thënë imam as-Sabuni rahimahullah, wa akhbar Allah subhanahu wa ta'ala an Fir'aun al-la'in annahu qala li Hamana. Allah na ka qartësuar në Kur'an që Firauni mallkuar i ka thënë Hamanit. Pra Firaun, Haman, Qarun, Ubay ibn Khalaf, këta janë përmend hadith që kush s'fal namazin do të ringjallet me Qarunin, Hamanin. Hamani është i përmendur në Kur'an. Ka qenë i afërmi i Faraonit. Edhe ka pas pozitë lart, edhe kush s'fal namaz do të ringjallet me ta. وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. Kuptimi i ajetit. Dhe Firauni ju drejtua ja Hamanit. Ja Haman, o Haman, më ndërto mua një shkallë të lartë, ndërtesë të lartë, që ti marrë shkaqet që të arrin qiell dhe të arrit tek i adhuruarit të Zoti Musait, edhe pse unë kam bindje që ai është gënjeshtar. Pra, yani ennehu kadhaba Musa ennehu rasulun min Allah. E para i ka përgënjeshtru, Faraoni ka përgënjeshtru që Musai është i dërguar i Allahut. Pastaj përgënjeshtrimi tjetër që Allahu është i lartësuar mbi arshin e tij. E ka mohu. Pse? Ka thonë, du më ndërtu dhe kjo qartësohet atë Imam as-Sabuni. فهذا يدل على أن موسى كان يخبره ويواجهه بأن رب هذا الكون في السماء. Ka qartësu Musai, Faraoni se ai për cilin po thrasun me adhuru Allahun, ai është i lartësuar mbi arsh, është mbi qiell. Rabbuka wa rabbu hadhihi al-makhluqat fi as-sama. Zoti dhe Zoti ynë është mbi shtat palçej, mbi qiell. Ej, inna rabbi kamil, laysa mithluka fil ard. Zoti im është i lartësuar, lart, nuk është si ti në tokë. Anta abdun wa da'ifun wa miskin, ti e rob i vogël, i dob. Prandaj është ajeti ku e përshkruan Allahu se si ka thirrur Musa e Faraonin, faqul hal laka ila an tazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha fa arahu al-ayatul kubra. Pra eja pastro të Zotit kefri fetash ndoshta dhe i ka sjell ato argumente të qarta fakadhaba wa asa, kuptimi i përgjithshëm. Fakadhaba wa asa e përgënjeshtoi Faraoni, e kundërshtoi, ja ka kthy shpinën dhe fahashara fanada, ku po dojmë dalë te ajeti dhe ju ka drejtuar aty në gjithë njerëzve që kanë qenë prezant dhe ka thënë fa ana rabbukumul a'la. Unë jam Zoti më i larti. Vetë fjala e Faraonit që fa ana rabbukumul a'la, unë jam më i larti, qartësohet se Musa e ka thirrur me besu Allahun që është i lartësuar. Pastaj thot wajahadu biha, përmend Allahu në Kur'an, e kanë mohu wastayqanatha anfusuhum dhulman wa uluwa. Edhe pse ata kanë pas qartë që Allah është, kanë besuar në Allahun. Pra në esencë ateistat besojnë. E besojnë se Allahu ekziston, po arroganca, mendjemallësia aty. E keni pa në fund thonë, ne besojmë një fuqi.
Domethënë ateistat kur shkon duke ja ngushtuar rrethin, thojmë ne besojmë në fuqi. Pra e qartëson që beson, por edhe e qartëson që e poshtron vetveten e tij. Pra në sens ateistat, shumica e tyre për shkak të mendjemallësisë, e mohojnë Allahun subhanahu wa taala. Sepse Allahu qartëson Kur'an që faraoni e ka mohu për shkak të mendjemallësisë dhe arrogancës. Pra këto ishin disa argumente të ndryshme që i përmend. Sigurisht, pra, që ta përmbyllim me këtë Sabuni rahimullah e përmend që en Allah Ta'ala ala arshi wa arshuhu fawqa samawatihi. Allah është i lartësuar mbi arsh dhe arshi është mbi 7 palçe. Dhe këtu janë dy mesele. El ula en Allah Ta'ala ala arshihi ne duhet ta kemi qartë që Allah është mbi arshin e tij, dhe e dyta en el arsh fawqa samawat. Arshi është mbi qiell. Falam yakhtalif a'immatul islam fi hatayn al-qadiyatayn. Pra në këto dy mesele nuk ka ehlul islam, pra a'immatul islam, imamët e islamit nuk kanë pas mëspajtimin këtë çështje. Yuthbituna lahu min dhalik ma athbatahu Allahu ta'ala wa yu'minuna bihi wa yusaddiquna ar-rabb ta'ala fi khabarihi. Pra e pohojnë gjithë ato që ka pohuar Allahu, besojnë besimtarët edhe i binden asaj çka ka njoftuar Allahu subhanahu wa ta'ala librin e tij. E kundra bi khilaf al-jahmiyya wa man wathaqahu min ahli ad-dalal. E kundërta asaj që bëjnë xehmit dhe ata të cilët ndjekin pra rrugën e tyre. Kjo ishte për sonte që të mos e zgjasim më shumë, lutim Allahun subhanahu wa taala që të na shtojë diturinë, devotshmërinë, na largojë nga ignoranca, nga padituria. Wa sallallahu wa sallam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi.